أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vëllezër dhe motra, besimtare, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, falendrimet shumëta. Salavatet, selamet, përshëndetjet ja çojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin dhe e pasojnë udhëtimin e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. Ta lutim Allahun azza wa jalla që na e pranoj agjërimin e Ramazanit, e të na e pranoj punët dhe veprat tona të mira, e të na bëjë neve për atyre që Allahu azza wa jalla na i shkruan emrat tonë në këtë Ramazan, që të jemi prej banorëve të xhennetit të anshujshëm. Vëllezër dhe motra, Allahu azza wa jalla kur e ka urdhëruar agjërimin e Ramazanit, ka thënë: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që besuat, është bërë obligim agjërimi i Ramazanit, ashtu siç është bërë obligim për popujt e mëparshëm, me qëllim që të bëheni devotshëm. E jo pa qëllim, Allahu azza wa jalla ka përmendur me qëllim që të bëheni devotshëm. Dhe ka bërë obligim Ramazanin një muaj në vit me qëllim që muslimani të përmirësojë vetveten e tij, që kur ta takojë Zotin e tij të jetë një njeri i cili me të vërtet ka përfituar prej muajit Ramazanit. Prandaj dhe Ramazani është ai muaj i cili e përmirëson njeriun, e përmirëson muslimanin dhe e bën atë që të jetë një njeri i cili të rritet në gradat e tija për të fituar kënaqësinë e Allahut xhalla xhelaluhu. Ramazani nuk është muaj i cili ne thjesht qëndrojmë pa ngrënë papir, por është muaj i cili ndërgjegjëson vetvetet tona për të na përmirësuar, për të na bërë neve prej atyre njerëzve të cilët me të vërtetë e fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalla xhelaluhu. E fillimisht gjëja me të cilën na bën neve që të arrijmë tek Allahu xhalla xhelaluhu duke përmirësuar vetveten tonë është rregullimi i vetvetes tonë dhe pastrimi i zemrës tonë. Ramazani, duke qëndruar muslimani pa ngrënë dhe pa pirë, ai e forcon zemrën e tij dhe i dobëson epshet e tija. Prandaj dhe e gjejmë në hadith tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili na ka porositur dhe thotë: Ja ma'asharu shabab, o ju rini, nëse keni mundësi që të martoheni, martohuni. E nëse nuk keni mundësi, atëherë agjëroni. Pse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam agjëroni dhe nuk ka thënë falni namazin, apo nuk ka thënë për të kryer ndonjë ibadet tjetër, por ka thënë për të agjëruar. Sepse agjërimi është ai ibadet i brendshëm i cili i thyen epshet. E epshet janë ata të cilët janë gjithmonë në luftë me njeriu, me karakterin e tij, e sa më shumë të forcohen epshet, aq më shumë dobësohet karakteri i njeriu. E sa më shumë të dobësohen epshet, aq më shumë forcohet karakteri i njeriu. Forcohet morali i tij, forcohet dinjiteti i tij, forcohet sjellja dhe edukata e tij. Prandaj këto dy komponentë të cilët janë të kundërta ndaj njëra tjetrës, kur dobësohet njëra, forcohet tjetra. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka porositur me agjërim, sepse agjërimi e rrit ndjenjën e moralit e të edukimit të brendshëm, gjë e cila e rrit njeriu dhe e rrit muslimanin dhe e bën atë që të jetë më i devotshëm ke Allahu xhalla xhelaluhu. Por njerëzit në përgjithësi nuk japin rëndësi çështjeve të brendshme, por japin rëndësi sipërfaqësorës. Njerëzit në përgjithësi japin rëndësi asaj që qëndrojnë pa ngrënë dhe pa pirë, por nuk japin rëndësi asaj me cilën Allahu kërkon në përmirësimin e vetveteve tona, duke rregulluar zemrën dhe duke rregulluar moralet tona. Prandaj dhe një prej çështjeve më të rëndësishme gjatë muajit Ramazanit është që ne ta kuptojmë mirë se Ramazani apo agjërimi
duhet që të na rrisë neve ndjenjat dhe të na përmirësojnë e zemrat tona. Sepse përmirësimi i zemrës ka një rëndësi tepër të madhe tek Allahu xhalla xjalaluhu. Allahu azza wa jalla e ka përmendur në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë, ditën e Kiametit, ditën e gjykimit, nuk do të na ndihmojnë as pasuria e as fëmia, por do të na ndihmojë zemra e shëndosh. E zemra e shëndosh, jo pa qëllim, ka thënë Allahu, zemër e shëndosh, e cila shëndosh larg smundjeve, të cilat ndikojnë negativisht në ndjekjen e epsheve, larg hasedit e smirës, larg xhelozisë, e larg çdo veprimi të shëmtuar e cila degradon muslimanin. Prandaj Allahu azza wa jalla e ka karakterizuar zemrën e shëndosh, e cila i sundon që gjitha epshet dhe veset, të cilat e pengojnë njeriu për të lartësuar ke Allahu xhalla xjalaluhu dhe nuk e lën atë që të lartësohet tek Allahu xhalla xjalaluhu. Zemra e muslimanit duhet jetë e tillë e ndjeshme, siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot yadkhulul jannata unasun qulubuhum ka qulubit tayr. Thot do të hyjnë në xhenet, thot njerëz të cilët zemrat i kanë si zemra e zogut. Kur ta marrësh zogun, harabelin, pëllumbin apo zogun, çdo zog që ta marrësh, ta mbash në dorë, ta shohësh zemra e tij gufon. Zemra e tij rreh me shpejtësi. Zemra e tij është e ndjeshme nga prekjet e një njeriu. E kështu muslimani duhet të jetë e ndjeshme zemra e tij, e cila ta ndjejë dhe ta kuptojë, sepse me të vërtetë duhet që të mbrohet prej gjunave, prej gabimeve. E agjërimi i Ramazanit duhet të jetë ajo që duhet na zbuz zemrën, se Allahu azza wa jalla ne ka përmendur shumë herë në Kur'an, ne ka përmendur atë zemër e cila është e butë, ajo zemër e cila është e mirë, ajo zemër e cila fiton kënaqësinë Allahu xhalla xjalaluhu, dhe ajo trembet kur bie prehje e gjunahut, ashtu si trembet zogu kur e kap dora e njeriu. Prandaj muslimani duhet që të jetë i kujdesshëm gjatë Ramazanit ti, që ta përmirësojë zemrën në bashkëpunim edhe në komunikim me njerëzit, pasi zemra e tij duhet që të gulqojë, duhet të ndjejë ndjenjat ashtu si zemra e zogut, me qëllim që të jetë për atyre zemrave që hyjnë në xhenetin e amshushëm. Allahu na bëft prej tyre. Vëlla musliman, jo pa qëllim pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë për atë cilin agjeron Ramazan në komunikim me njerëzit, kur njerëzit të fyen, të ofendojnë, kur njerëzit të shajnë apo nga e mira të pengojnë, ti të mos ju kthesh atyre me gjëra tjera, por ti thuash inni mru'un saim. Ti thuash unë jam njeri që agjeroj, unë jam agjerues, unë nuk mundem që të vazhdoj më përpara, nuk mundem që të ecë më përpara dhe nuk mundem që të bëj atë që ti e bën për shkak se unë jam agjerueshëm. Sepse këto fjalët e tuaja, këto ndjenja dhe këto veprime që ti më mëson, këto me të vërtet më pengojnë që të shkoj ke Allahu xhalla xjalaluhu. Prandaj unë do të shoh ndryshe nga shikoni ju të tjerët, por shoh me syrin e agjeruesit, me syrin e kënaqësisë së Allahu xhalla xjalaluhu. E syri i agjeruesit, syri i kënaqësisë së Allahu xhalla xjalaluhu e bën që zemra të ketë ndjeshmëri. Të ketë ndjeshmëri. Prandaj prej ndjeshmërisë është dhënia e iftarit. Të ketë ndjeshmëri ndaj njerëzve të vobekët, ndaj njerëzve në nevojë. Ndjeshmëria fillon të kuptohet ashtu siç qëndron ti gjatë ditës Ramazanit pa ngrënë e pa pi, ashtu siç ruhesh nga fjalët e nga gjërat e cilat fiton ndëshkimin e Allahut dhe zemrimin e tij, dhe duke u ruajtur, ashtu zemra e muslimanit pastrohet dhe duke u ruajtur që të mos fitosh vetë kënaqësinë e Allahut. Duke u ruajtur, atëherë lartësohet zemra jote dhe prandaj agjerimi të bën të ndjeshëm për njerëzit e vobekt, për njerëzit në nevojë, të bën që të jesh i ndjeshëm ndaj tyre, madje përfundimi i agjerimit është me zekati fitrin. Jo pa qëllim, zekati fitri jepet në fundin e Ramazanit si plotësim i moraleve, si plotësim i edukatës, me qëllim që zemra e muslimanit të jetë akoma më e ndjeshme, e cila të zbutet, sepse Allahu i don zemrat e buta. E përndryshe i ka përmendur zemrat e ashpra në Kur'an, të cilat fitojnë dëshkimin e Allahut azza wa jalla. Shumë prej njerëzve të mëparshëm nga popujt e mëparshëm
Allahu i ka përmendur në Kur'an se ata zemrat i kanë pas të ngurta, si guri, jo janë shpërsuar, nuk kanë pas ndjenja më, të cilët kanë parë vetëm me syrin e dynjas, me pamjen e materjes dhe nuk kanë parë me zemrën e dashamirësisë, e butësisë, me zemrën e besimtarit. E kjo zemër zbutet gjatë agjerimit të Ramazanit. Prandaj vëlla musliman, motër muslimane, muslimani duhet jetë ai i cili të reflektojnë vetveten e tij gjatë agjerimit. Duhet shikoj mirësitë e Allahu xhallal xhelalu që i ka dhënë Allahu, mirësinë e shëndetit, mirësinë e imanit, mirësinë e familjes, mirësinë e veprave të mira për të qenë prej banorëve të xhenetit të amshushëm. E për këtë ai duhet që të falenderojë Allahun azza wa xhelle dhe të jetë gjithmonë i butë, i dashur e i afërt me besimtarët. Të jetë gjithmonë i tillë që të mendojë për Allahun e të kthehet tek Allahu me zemrën e shëndosh. Allahu na largoft nga veset e shëmtuara. Allahu na largoft nga sjelljet e liga dhe ato veprime të cilat nuk janë të hijshme për ne. Aq më tepër për disa agjërues, të cilët sidomos kur afrohet iftari nuk mundet që ti flasësh as ti përshëndesësh, sepse shpesh herë madje janë të acaruar dhe thonë na ka zënë agjerimi. Jo vëlla musliman. Agjerimi duhet shlirojë nga ndjenjat e këqija, nga veprimet e këqija dhe jo të zëjë agjerimi. Agjerimi duhet jetë i tillë që të zbuzë zemrën edhe jo të ashpërsojë atë. Agjerimi duhet jetë i tillë i cili ta bëjë më dashur me njëri tjetrin edhe jo na jap apo të na shtojë urrëtitjen dhe veprimet e liga. Prandaj vëlla besimtar, ta lutim Allahun azza wa xhelle që na e pranojë agjerimin edhe duke ju uruar një Ramazan të mbar e të pranuar tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe një përmirësim në vetvetet tona që të shkojmë tek Allahu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh, edhe një herë gëzuar e për hajër Ramazanin dhe për shumë vjet, inshallah Allahu na bën që të agjerojmë muajin e begat Ramazanit. Allahu inshallah e pranoft atë urime e për hajër.